Pika 9 shërtimi kërkesës udhë Presidentit së Republikës Kosovës dhe njoftimi i gjyqtarëve dhe stafit nga komuniteti serb për tërheqje. Renditja e pikës për shqyrtimin e dorëheqjeve të gjyqtarëve serb shkaktoi përplasje mes anëtarëve të Këshillit Gjyqësor në mbledhjen e së premtes. Një pjesë e tyre kërkuan që për shkak të rëndësisë dhe interesimit për temën, kjo çështje të trajtohet në fillim. Unë mendoj që është dashur të jetë pika e parë. Pajtonat që ne jemi vonuar. Mirë po pati edhe antarë që nuk e pan problem renditjen. Nuk e përcakton rëndësinë e temës, renditja e pikave në rendin e ditës. Gjyqtarët e prokurorët bashkë me zyrtar tjerë shtetëror të etnisë serbe kishin dhënë dorëheqje kolektive në nëntor 2022 si veprim me mbështetje politike nga Beogradi. Edhe në këtë mbledhje u përmend kjo periudhë prej gati 4 vjetësh. Prej dorëheqjes së tyre kanë lloj në sistem pando një bos kushtetuese dhe ligjor. Por kryesuesi Rustem Thaçi e hoqi përgjegjësinë nga vetja. Po të ishim të dhe mandatit tonë dhe e kemë të në Këshillit që edhe po mund që vendim kanë qenë prezent dhe përgjigjen do të japim ata ju. Megjithatë, antari Bashkim Hyseni insistonte që kryesuesi i di arsyet duke përdorur edhe metafora. Sikur kapiteni Anis ta lëshon timonin për shkak valve. Kjo nxiti përplasje mes Hysenit e Thaçit. Nuk mundesh me marrë përgjegjës për këtë pikë para edhe unë, edhe ti. Përgjigje për lëgajs. Për të njëjtën temë u përplasën edhe antarët Artan Abazi e Fahret Vellia. Se deri më tash nuk e kanë rritë këtë çështje ndonjëherë. Nuk e toleroj askush me mu drejtuar në çet tonë dhe çet mënyrë. Lidhur me këtë pikë doli edhe një tjetër problem. Një grumbull të madh të dokumentacioneve që është në gjuhën serbe. Unë nuk e kuptoj gjuhën serbe. Sidoqoftë, KGK-ja nuk arriti të thellohet fare në këtë temë me që mbledhja dështoi pa u miratuar as rendi i ditës. Arsye që bojkotimi i 3 antarëve të cilët kërkuan të mos procedohet fare pika për votimin e komisioneve me që në mbledhje mungonte një gjyqtare. Dhe unë do ta bojkotoj këtë mbledhje. Faleminderit. Kështu mbledhja dështoi në mungesë të kuorumit.